Mirë se erdhët në Bima dhe Shëndeti sot me doktor Ylli Merian. Të përshëndes doktor, mirë se erdhët në Reze. Përshëndetje edhe nga ana jonë. Përshëndesim gjithë shikuesit tanë, cilët i ftojmë pas pak edhe të bëjmë pyetjen e tyre. Do të flasim sot për ulçerën në stomak. Dihet që stomaku është pasqyrë e jetës tonë, emocioneve tona, është ai që i ndjen i pari stresin, mënyrën, rolin e ushqimit, dhe fillon dhe krijohet një lloj plage në stomakun tonë, që nuk është një plagë fizike, por është një plagë e brendshme jona, që her pas here ndoshta e neglizhojmë për shkak se si shumë faktorë dhe simptoma të tjerë, të cilat kalojnë kështu rrugës dhe ne nuk arrim dot të kuptojmë se çfarë shqetësimi është. Nga padia. Nga mungesa e informacionit. Po edhe jemi dhe me mungesë kulture në punën e shëndetit, sepse neglizhenca ose gjithmonë kur kemi ato dhimbjen e madhe drejtohemi tek mjeku. E kemi këtë tendencë, doktor. Po, sigurisht. Nuk kemi shumë të... Po flas në përgjithësi, se mbase ka dhe njerëz që i kushtojmë rëndësi. Nëse do ta shikojmë stomakun si pjesë të sistemit të tretjes, ky është i vendosur midis tubit të ezofagut edhe pjesës së zorrës së 12 gishtëshe ose të duodenit. Pra kjo qese e zgjeruar në këtë sistem afërsisht ka përmasat rreth 25 cm kështu, 10-12 gjatësia, gjerësia 10-12 dhe trashësia 8-9 cm. Atë volumin kjo e ka rreth 1.5 deri në 2 litra. Ajo aftësia e tij përpunuese, pra peristaltika e stomakut, bën që ato ushqimet aty brenda të përpunohen afërsisht për nga 2 deri në 4 orë. Ato që përpunohen më lehtë stomaku i merr dhe i nxjerr jashtë dhe i kalon në duoden. Dhe mbeten ato më të fortat. Por nëse do ta shikojmë për shembull stomakun që është i vendosur që nga pjesa torakale e vertebrave 10, ai zbret deri në pjesën e poshtme lumbare, në këtë gjatësinë. Pak i spostuar nga e majta në të djathtë, pak, dhe në këtë pjesë ai ka edhe atë pjesën të jashtme muskulore, longitudinale, dhe vëmëre që kjo si pjesë tashmë ka 3 pjesët, pjesën e sipërme, pjesën qendrore dhe pjesën fundore që lidhet me duodenin. I theksojmë këto që njeriu tash të krijojë një bindje dhe një dije se ku është i vendosur që po ta kem dhimbjen unë këtu, dhimbja është te stomaku. Nëse unë do e kem më poshtë, ndoshta është tek apandesiti që i themi ne për shembull. Pra, pozicioni i tij është afërsisht këtu, në këtë pjesën këtu. Edhe dhimbjet më shumë ndihen këtu, por këto dhimbje nganjëherë mundet që, duke ditur që stomaku ka në pjesën muskulore të tij ka një gërshet pra të nervit vagus edhe parasimpatik, pjesë simpatik dhe parasimpatik, por që janë pjesë të nervit vagus, ajo dhimbja nganjëherë mund të shpërndahet dhe njeriu nuk e kupton. Por ka të tjera simptoma që stomaku që bëjnë ti dallimin, diferencën. Ne duhet të bëjmë dallimin që ta kuptoj që stomaku ka një problematik. Pra, nëse dhimbjen e kam këtu, duhet më shkoj mendja që diçka, unë ose kam ngrënë një ushqim që nuk shkon për shtat me atë mukozën e brendshme, ose kam diçka tjetër që kam ngrënë një ushqim jo të mirë. Dhe po ta shohim për shembull, stomaku tashin është i ndërtuar në 4 shtresa. Është shtresa e jashtme që është një pjesë muskuloze. Është një pjesë e brendshme e cila ka kështu muskuj rrethor. Është pjesa më e brendshme e cila ka, nëse e dyta e ka muskuj rrethor, tjetra e ka muskuj të pierrët, dhe pastaj vjen ajo pjesa ku është mukoza e brendshme e stomakut. Kjo tashmë që ta dim është e para në kontakt me aciditetin dhe me lëngjet e stomakut. Atëherë, së pari produktet ushqimore që ne ham, aciditeti ndoshta i shtuar i stomakut, fillon që të më inflamoj mukozën e brendshme. Ato 3 shtresat e tjera janë larg kësaj pune. Dhe çfarë
Pra, po të regoni, doktor, si fillon të kryohet një ulqër avash? Po, pra, të reguam njëherë shtresëzimin e stomakut të muskulaturës, pjesa e jashtme kuptohet është më e madhe, është më e gjerë, ajo muskulozja është më e mbledhur si nga brenda, dhe tashmë ato ushqimet, për shembull, që ne mund t'i konsumojmë me kafeinë të shtuar, me gaz, duhani që mund të konsumohet, ose tymi duhanit nëse ne rrim për shembull në një ambient e kështu me radhë, mundet që të bëhen shkas që në një vatër, në një zonë, kjo pjesa e mukozës së brendshme, e sidomos në ato vende ku kjo është e strukturuar dhe e ndarë në zona gastrike, mundet që diku ajo të skuqet. Këtu në brendësi kemi edhe bakterje që janë kryesisht helikobakteri, po bakteri edhe të mira, po edhe të këqija, pra pozitive dhe negative, të cilat një pjesë e mirë më bëjnë atë përpunimin e ushqimeve, dhe njëkohësisht tashmë ato mundet që kur janë brenda normës, le të themi bëjnë atë funksionin e tyre që ndihmojnë në tretje. Kur ato mundet të shtohen mbi normë, atëhere në pjesën e mesit të stomakut, që unë thash pra është pjesa e sipërme, pjesa e mesit qendrore dhe pjesa e poshtme që lidhet me duodenin. Atëhere, pylorike që quhet. Në këtë pjesën e mesit janë të vendosura qelizat, të cilat kryejnë këtë funksion, tahitin për shembull prodhojnë acid kloridrik, që kur këto ngacmohen më shumë, prodhojnë më shumë acid kloridrik. Që të tretet ushqimi, apo? Po, ajo është acidi kloridrik në stomak ka disa funksione shumë të rëndësishme. Për shembull, ne mund të gëlltisim një bakter ose një atëherë kur shkon këtu dhe bie në një mjedis acid, 1 deri në 1.5, aty shkatërrohet gjithçka. Por e dyta është kjo, frenon përthithjen e sheqerit në stomak, se ndryshe do na bëj stomaku i fryr të gjithëve. Pra këtu nuk përthithet sheqeri, por përthithet alkooli, kështu që ata që e pinë alkoolin për shembull, kanë mundësinë e zgjerimit të volumit të stomakut. Dhe le të fiksohemi këtu, kur ne kemi një hiperaktivitet të këtyre qelizave gastrite që prodhojnë acidin kloridrik, atëherë ne do të ndjejmë një ndezje në pjesën e kraharorit, ndjejmë gromësima të forta dhe të tharta në pjesën e faringut, dhe kemi një parehati. Po këtu janë në këtë pjesën e mesit të stomakut, janë edhe këto qelizat enzimatike, të cilat prodhojnë enzimat tretëse. E nëse kjo ka hiperaktivitet, pra më shumë se norma, atëherë ne vëmë re një gjë. Thot ajo, unë ha ushqimin, por nuk e di më zbrazet stomaku shumë shpejt dhe ndjej një veten si një boshllëk dhe duhet patjetër të konsumoj përsëri. Këto mund të jenë hiperaktive. Por është edhe ai mukusi që prodhohet në stomak, edhe këto qeliza janë të vendosura në këtë pjesë dhe kur këto tash tahitin më shumë se ç'duhet mukus, neve me vërtet ndijim edhe një si pështjellim këtu, sikur na mbushet me lëngje stomaku dhe duam sikur do t'i nxjerrim, ose edhe feqja nganjëherë del, si thua, shumë e ujshme. Pra, të kuptojmë këto gjëra tashin, në varësi nga ndërtimi i shtresave të stomakut, nga pozicioni që ndodhet, njeriu duhet të ndajë, për shembull, nëse unë kam një dhimbje stomaku dhe ndezje të kraharorit, pa diskutim që duhet të marrim masa e para të heqim ato ushqime që nuk më bëjnë mirë. Cilat janë ato? Për shembull, e heqim kafen fare. Pasi ka kafein dhe ndihmon në gryerje, në skuqjen dhe në gryerjen e mukozës së brendshme të stomakut. Se kjo është e para që përballet me ato çka ne futim nga goja. Së dyti, të mundohemi që të fusim ushqime që janë jo pikante, pra jo spec djegës, jo ndonjë ginger që është i freskët i njohëm kështu, jo ndonjë ka disa erza pikante që janë indiane, atëherë këto ne duhet i anashkalojmë. Dhe të vemi kryesisht tek gjërat bazike. Për shembull, të gjitha perimet,
brokula, lakra, lule lakra, karota, kungulli, trangulli, speci e kështu me radhë, jo djegës, janë të mrekullueshme për stomakun. Dhe së dyti, le të vemi tek ndihmesa që ne duhet t'i japim stomakut, që ta rimarri veten, pra ajo skuqja të na eliminohet. Kjo skuqja që në fazat e para jep dhimbje, doktor, pra ne kur ndjejmë dhimbje, në çfarë fazë është ulçra në stomak? Pra ajo plaga që është krijuar, ajo skuqja që është krijuar. Po e kuptova. Pra, nëse kemi një skuqje të lehtë, sikur nga një herë do të na vrasë ai ushqimi që ham. Kuptimin vulgar na vret. Po shenjat janë këto. Një gricje e lehtë, një djegje e lehtë, edhe ndonjë ngromësim e lehtë në stomak. Po të tregojemi të pavëmendshëm, kjo skuqja do vazhdoj të përparoj. Që do të thotë, ajo pjesa e mukozës formon një pikë plagë. Si plagë, po. Një shembull për ta imagjinuar pak. Po, në këtë rastin këtu ne mund të themi që mukoza është shpuar. Po. Dhe ka vajtë tek shtresa e dytë ose e tretë. Në qoftë njeriu e shikon që prapë ka këtë dhe tregohet përsëri pavëmendshëm, qahet ajo shtresa e dytë me ato muskujt e pjerrët dhe shkon tek e treta. Po të jetë prapë i pavëmendshëm, mund të shpohet stomaku. Pra, njeriu duhet që në momentet e para që ndihen ato simptomat që neve përmendëm të parat, duhet të marri masa në kushte shtëpie, për shembull, nga një çaj me mendër, me finok, me kamomil, pak xhinxher ose jamball, po xhinxher shumë lehtë, shumë pak. Të thatë, ndoshta ajo të freskët se ka ato të shtuar djegësin. Është më i fortë në komponent. Atëherë, dhe mund të përdorim në mëngjes ujë të ngrohtë, ndoshta të shoqëruar ose me pak mjalt, pra tash i futim në ndihmes probiotikët, që i bëjnë shumë mirë stomakut. Më rregullojnë atë florën bakteriale aty dhe fillojnë të më ulin këtë helikobakteri nëse ky është i lartë në përqindje. Pra, mund ta fillojmë kështu. Kam një dhimbje stomaku, unë do mbush një gotë me ujë, do të marr një lugë supe me mjalt, për shumë 20-30 gram, e tres dhe e pi. Le të jetë ndaç ora 11, 12 ose edhe natën. Këto janë orare tipike që dhëm ulçra e stomakut. Pse? Ndodh në sepse nga ora 11 për shembull, ne përmendëm që stomaku për 2 orë nga ushqimi deri në 3, po ka nxjerr dhe është zbrazur. Dhe ushqimet tash çfarë bëjnë? Në peristaltikën lëvizëse që bën muri i stomakut, harrin nganjëherë që ato pak ushqime që janë fillojnë të mos ecin më në mënyrë të lidhura, por si mes përkatje. Dhe prekin atë pjesën e sipërme të stomakut, prandaj theksuam edhe pjesët, atë që është si tavan, përplasen ushqimet, krijojnë skuqje dhe aty ne ndjejmë dhimbje. E kuptoj. Ju doktor tha 2 deri në 4 orë ndodh ky përpunimi i stomaku, po varet nga ushqimet, se nëse po sigurisht, ato që janë të zbutura kështu. Për shembull mishi, që është një produkt që mishi do afërsisht 4 orë, që ai të tretet të përpunohet mirë nga enzimat, nga acidi dhe nga mukoza. Cilat janë ushqimet që ndoshta stomaku një banane tretet shumë lehtë, një qumësht, megjithëse qumështi bëhet si pelte në stomak, përsëri edhe ky tretet shumë lehtë. Ndërsa ushqimet, për shembull, nëse ne do ham një karot të pazir, ajo do kohë dhe nëse ne nuk e përpunojmë mirë, ajo do kohë që të tretet. Ndoshta 3 deri në 4 orë. Çfarë ndodh doktor kur ne nuk presim këtë 4 orë pushim që të përpunohet ushqimi në stomak, por i futim stomakut diku pas 1 ore, 2 ore përsëri konsumojmë ushqim? Ky do të mbi ngarkohet. Ose po vëmë re në restorante, për shembull, ushqimet vijnë afërsisht në çdo 1 orë, 1 orë e gjysmë, se ai mendon që shiko, stomaku e përpunon edhe e kalon nëpër te aty tek zona 12 gishtë, tek zona e duodenit. Por le të themi kështu, nëse neve e mbi ngarkojmë stomakun, është tjetër problem. Nëse ne nuk i tregojmë kujdes dhimbjes së stomakut, ky është problem serioz. Sepse nga skuqja ne do vemi te kjo malqesimi i zonës së kuqe, që do të thotë, nuk më qëndron më e skuqura, po e formon një qendër si me qelb,
me qeliza të vdekura, dhe më vonë iku u dëmtua mukoza e brendshme. Mukoza është kështu si buza, e gje lmuar kështu. Po. Si buza, kjo është mukoza. Atere, nuk jemi më tek kjo fazë, te skuqja, por u bë plaga. Ky malqesimi më tregon që këtu ka edhe qeliza të vdekura, ka edhe ruazat kuqe të prishura, edhe mund të rjedhi. Por, po të jemi të pavëmendshëm, do të kemi një ditë të keqe, një hemoragji në stomak. Pasi këtu janë 6 arterje që futin gjak në gjithë muret e stomakut dhe në të gjitha shtresat, dhe mbaresat e tyre, arteriolat dhe venulat, janë aty tek mukoza. Dhe kur kjo është e dëmtuar, atëherë këto mund të japin hemoragji. Po, përveç kësaj, duke qenë se këtu ka gjithë këto element që jo vetëm që e dëmtojnë dhe përkeqësojnë sëmundjen, por lidhet kjo dhe me një simptom tipike të personave që vuajnë nga ulçra, që kanë dhe një aromë të keqe të gojës, të frymarrjes, vjen nga stomaku? Po, aroma e keqe e gojës ka lidhje me këto gjëra. Së pari me dhëmballë të prishur, së dyti me mushkri, dhe treta me pjesën e stomakut. Edhe kjo jep. Kur njeriu ka parazite, kështu me radhë, jep një erë të keqe të rëndë. Po të kemi një erë të keqe të gojës, mundet që ne përmendëm, shiko tash, stomaku fillon me një sfinkter të ezofagut dhe me një sfinkter të pilorit. Ky sfinkter i hyrës, po nuk u mbyll mirë kya, ka mundësi që avujt e stomakut, me atë erën e procesit të fermentimit, të na vinë të goja. Po nuk u mbyll mirë ai sfinkter i daljes, atëhere, stomaku nuk është i mbyllur mirë në momentin që ai bën përpunimin dhe mund t'i iki ushqimi i pa tretur mirë. E lodhen zorët, si thuash. Si ta kuptojmë që ka ndodhur një hemoragji në stomak? Pra kemi arritur në atë fazën e hemorragjisë. Po, kjo është pyetje me shumë vend që ne duhet t'u sqarojmë qytetarëve. Nëse ne tregohemi të pavëmendshëm për ta kapur këtë sëmundje në momentet e para, mund të arrijmë në një ditë të keqe, që është shfaqja e shpërthimi një hemoragjie në stomak. Dhe dim që gjaku në brendësi ka hemoglobinën. Kjo, edhe në prani të hekurit, fillon që të nxihet, oksidohet hekuri, dhe në të tëra të rrugën e gjatë të kalimit të ushqimit, nga duodeni, në zorët e holla, në zorën e trash, do të bëj këtë gjë. Ne ndiejmë një tretje të lehtë shumë, një djegje në stomak, dhe kur defekojmë, do të dali një feqe me ngjyrë të zezë. Në qoftë se vëmë re, feqe me ngjyrë të zezë, si asfalti, e hollë dhe e lidhur, personi urgjentisht duhet shkojë tek mjeku. Pra, aty janë qarë këto enë të qarkullimit të gjakut dhe ka shpërthyer hemoragjia. Pra, shpesh njerëzit e lidhin me zorën këtë. Absolutisht jo. Feqja tham është me ngjyrë të zezë. Është oksiduar hekuri dhe hemoglobina dhe kanë dhënë këtë përfundim. Dhe nëse ky ka si nauze, si të vjella e kështu me radhë, ato pa diskutim që kanë gjak. Ky person as vetë nuk duhet shkojë tek mjeku, po të rri shtrirë, edhe do të ketë shumë kujdes edhe në tualet, ta mbaj derën hapur se shumë njerëzve, kur janë me melen, ju bie të fikt në tualet, në banjë. Sepse truri ka këtë veçori, do më thënë qonë gjak më shumë, atje ku është plaga, pikërisht në stomak. Nuk harrin këtu dhe ai ka humbje të ndërgjegjes. Atëhere, këta duhet të rrinë shtrirë, duhet të rrinë qetë, mundësisht edhe me i barel le të shkojnë aty tek mjeku, dhe t'i thotë që unë kam vëre këtë gjë. Mund të bëhet një analizë, merret feqja, bëhet dhe shikohet. Gjaku, pra duhet bëj një feqe, gjak okult, që quhet gjak okult, dhe mirë është që të bëj anën sasiore të saj. Pra sa gjak është. Se nuk ka shpjegim tjetër ngjyra e zezë. Kjo është shpjegimi. Po të jetë një hemoragji në zorën e trash, feqja do dali me gjak, po del me ngjyrë të kuqe. Nuk harrin akoma kjo hemoglobina. Pra kur është e oksiduar, është nga stomaku ka ngjyrë të zezë. Pa diskutim që është aty. Dhe njeriu duhet të rrijë shumë shtrirë, t'i ndërpresi këto ushqime rreth 72 orë, të konsumoj për shembull qumësht, po të ftohet. Supë me oriz ose me makarona, po të bluara imët,
por 72 orë është më mirë pra tjetë në praninë e mjekut dhe pa konsumuar asgjë. Që të mbyllet ajo plaga, të mbyllet, të ndalohet hemoragjia dhe pastaj ai njeriu do të marrë masa për të trajtuar këtë ulçër që e ka në mënyrë të padiskutuar në stomak, në mënyrë që kjo të na mbyllet për rreth një muaj gjysmë. Ulçëra përfundimisht ose ulçëra e patrajtuar na çon kancer të stomakut? Mundet të çojë. Nuk mund të themi që çdo ulçër do të çojmë do të na çojë tek një tumor në stomak. Jo. Por nëse ne tregojmë për shembull të pakujdesshëm, të mos ta trajtojmë për një kohë të gjatë, kështu me radhë, po vetëm ta mbajmë veten si thuaç, disa e përdorin kështu këtë bikarbonatin e natriumit, sodën e bukës, si një neutralizues të aciditetit. Ajo mirë është që të përdoret, por jo në këto doza të përditshme. Pra, mund të jetë dhe një faktor teprimi me sodë, përdorimi i sodës? Nuk zgjidhim asgjë me sodë, thjesht vetëm ata aciditetin. Kam një aciditet, po e quajmë 1 në stomak. Pra, shumë i ulët pH-i. Atëre, mirë është që unë të mos përdor sodë buke, mund të përdor një lugë kafe ose çaj, por jo në vazhdimsi. Po si mund ta ulim ndryshe në këtë? Po ne e dim pH-i ujit është 7. Mjedisin stomak është 1. Po pi një gotë ujë dhe ja u zgjidh. Shkoi pH-i rreth 2.5 e kështu me radhë. Ose mbush një gotë qumësht, edhe një banane, e bëj si smoothie, kështu, edhe e pi. Pra rrita pH-in dhe tregoj një kujdes që kjo flora bakteriale e mirë që është në stomak të shtohet dhe të mos dominoj e keqa. Të qetësojmë edhe anktin dhe stresin, sepse edhe kjo ndikon për keq, shumë negativisht, sepse truri jep komanda që të prodhohet me tepric acidi klorhidrik e kështu me radhë. Pra, edhe sistemi nervor i qetë, edhe stomaku, në përkujdesjen e njeriut, shkon drejt shërimit të plot. Qartë. Të tjera, ne përmendëm pak, e prekëm pak të trajtimin alternativ të ulçërës. Çfarë ju bën mirë personave që vuajnë nga ulçëra? Si ta nisin ditën, çfarë është të tjerë duhet të përdorin ose ushqime të tjera? Për shembull, thjesht dhe shkurt, mbush një gotë ujë dhe në të mund të hedhim një lugë me mjalt. E tresim dhe kam për shembull, kaq mjalt është i mjaftueshëm. Ky e mbush, si thuash, stomakun me probiotik. Pra, kjo tretet në ujë. Uji mundet që t'jeti vakët, po jo i nxehtë, asnjëherë i nxehtë. E ndërkohë që ky ujë, për shembull, merr atë ëmbëlsinë aftësisht me ndoshta 5-6%. Mezi po tretet, mjalti tregojnë që është mjalt, është një nga një nga mënyrat për të treguar se si është mjalt. Atëre, ky do pa kohë që të tretet e kështu me radhë. Atëre, pim këtë gotën me ujë me mjalt dhe ndoshta ose një lugë supe vaj ulliri ekstra vergjin, nëse vaj ulliri të mirë. Ose një lugë supe çaj nëse ka ekstrakt lule basani, ose ekstraktin balsamik. Pra si thuash, i fusim probiotikët, po i fusim edhe mbrojtësat. Kjo që ka këtë të lules së basanit, ka veti që të mbylli plag dhe puçra në mjedis ujor. Dihet për vetit të mbylljes së plagëve të jashtme të brendshme. Ajo që është ekstrakt balsamik, kuptohet, është më e fuqishme. Ka edhe antiseptik brenda, po ka edhe këtë lulen e basanit. Ndihmon edhe për stresin, meqense lidhet stomaku me stresin. Patjetër. Atëherë, pihet ky mjalti, uji me mjaltin, pihet kjo dhe rrin 10-15 minuta. Mbas kësaj, marrim një pako çaj gastromer, nëse e kemi të gatshme, edhe pim përsëri para buke. Dhe kur të shkojmë tek një mëngjes, për shembull, nuk duhet të shkojmë tek një mëngjes i rënduar, për shembull, edhe ndoshta me gjëra të skuqura pikante, absolutisht. Për shembull, qumësht me musli, ose një gotë qumësht, një vezë dhe ndonjë gjë tjetër, çfarë t'i ndodhet në shtëpi. Po asaj vezës mund t'i hedhim edhe pak rigon, dhe rigoni është i provuar pa diskutim që balancon prodhimin e acidit klorhidrik në stomak. Pra nuk i lë ato qelizat gastrike tashme që të prodhojnë me tepric acid klorhidrik. E kështu që e mbajnë nën kontroll. Ky mëngjes, bashkë me
ujin me mjaltë, bashkë me çajin, është një ditë e mirë për stomakun. Pra, edhe sikur të na jepte një ditë më para dhimbje nga ora 11 deri nga ora 1-2, nuk do t'i japi më këto. Është i qetë në punën e vet. Po plus kësaj, kjo më qetëson shumë mirë sistemin nervor. Pra edhe komanda i do i vej nga sistemi nervor qelizave gastrike do të jetë e tillë, pra prodho brenda normës. Filluam një ditë të mbarë, do të shkojmë në drek, ndoshta e mjaftojmë me një gotë çaj, dhe në darkë pastaj neve mund të marrim edhe gotën e çajit përsëri, pra këtë çajin gastromer, mund ta marrim në mënyrë të vazhdueshme, 2 deri në 3 gota në ditë. Që për mbambimet që i duhen një çaj për urimin e stomakut. Seleksionuara të provuara. Në mungesë të këtyre, çfarë mund të marrim? Pak lule basani, 2-3 fije, ndoshta nëse kemi lule bishtamithi, nëse kemi gjethe mllage ose lule mllage, nëse kemi mollë tegra, edhe këto janë të mira sepse kanë pektin, kanë acide organike, po kanë edhe pektin. Pektina ka veti që të mbylli plagë dhe puçra. Pra, ja një mëngjes që sajohet me disa bim që neve mund t'i kemi rrotull mureve të shtëpisë dhe pak mjalt. Dhe fillojmë një ditë të mbarë. Mundet që të bëjmë një kur tjetër. Për shembull, nëse marrim mollë tegra të thara, nëse hedhim një gjysmë gote verë, pra kaq sa është uji këtu, por gjysmën e saj. I lëm mollët me verë 10-15 minuta. Dhe i japim një ngrohje në mënyrë që një pjesë e alkoolit të verës të mavulloj dhe të nxitet pak molla që t'i lëshoj këto acidet organike dhe pektinën, ta kalojmë te vera e kuqe. E pim këtë esëll, pas 5 minutash një lugë supe me vaj ulliri ose nga i lugë çaj nga këto vajra që unë përmenda dhe përsëri jemi me vërtet në rrugë të mbarë. Pra, fillon mbrojtja e mukozës së brendshme të stomakut dhe stomaku fillon një farë rigjenerimit së brendshmi. Qartë. Duke na dhënë atë ndjenjën e të qetësisë, sepse një qetësi trupore, një stomak si me ulçër, si me gastrit është gjithmonë një lloj alerti edhe për vetë personat që e vuajnë atë. Nëse keni pa qartësi, mund na drejtoni pyetjet më njëherë pas publicitetit. Jemi rikthyer pas kësaj ndërprerje të reklamave, do të vazhdojmë me pyetjet tuaja. Nëse kemi dikën në linjë, regjia mund ta sjellë direkt në studio për t'i dhënë një përgjigje, duke qenë se na kanë mbetur vetëm pak minuta për të komunikuar me shikuesit tanë. Këtu jemi çdo të hënë, kështu që her pas here do të kenë mundësi të komunikojnë me doktor Yllin. Doktor, ka njerëz që edhe ushqime të rënda konsumojnë, edhe alkool konsumojnë, edhe nuk ju shfaqet se gjithmonë kur të gjen belaja vet, mendon tha, po unë ushqime të shëndetshme kam ngrënë, gjithmonë e kujdesshme në përzgjedhje dhe më shfaqet gastriti. Ndërkohë dikush tjetër ka abuzuar me ushqimet dhe nuk i shfaqesh gastriti. Le të kujtojmë momentin e bisedës që bëm në fillim. Nëse njeriu nga ana emocionale, nervore, psikologjike nuk është i qetë, atëherë truri mund të ngacmoj, të çon sinjale më shumë, ngacmon qelizat gastritit dhe këto prodhojnë tepër acidite. Pra që nga stresi ngacmues kryesor. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje, ju dëgjojmë. Alo? Alo, ju dëgjojmë, mund ta bëni pyetje. Nga Lushnja ju marrë në Motra? Po, mirë se erdhët. Nga Lushnja jam, me Ylli Merja do të flas. Po ju dëgjojmë. Kam djalin 40 vjeç që kam në dëgjoni? Po. Kam djalin 40 vjeç, më ka vujtur nga ulçera që në moshën 15-16 vjeç, ka grasite, ka të vjella, po e kam në Itali. Edhe sa po e mora, se po unë ndjek gjithmonë, sa po e mora djalin në Itali, dhe thashë këshu po ndjek doktorin. Atëhere, i thuaj çuni. Tani këtë e bëj se është shumë i dobët, pi duhan, pi pije, dhe ka të vjella doktor. Po, ju dëgjova. Atëhere. Pi duhan, pi pije me gaz. Ato ky duhet t'i heqi, pra kafe 1, duhanin 2, pijet me gaz 3. Do të marrësh dhjozëm, mëndërz, në energjik, si i thoni juve. Po, se ka disa emërtime në energjiku. Najazm. Kjo është.
ose ajo mendra e mirë që është përsëri edhe ajo shumë e Po ja thua këto për të vjellat, apo jo? Në mënyrë që ky po të marri dhe të përdori 2-3 gota çaj me mendrën e butë, frenon automatikisht të vjellat. Po. Nëse do të bëjmë përsëri atë gotën me ujë me mjalt në mëngjes për shembull, ja akoma mjalti nuk është tretur akoma, atëherë ujë me mjalt plus pak vaj ulliri ose të marri këtë ekstraktin balsamik, fillojmë me një ditë të mbarë për rigjenerimin e mureve të stomakut, për balancimin e prodhimit të acidit klorhidrik, dhe ky do të jetë përsëri në rrugë të mbarë në ditët e tjera nëse ndjekim këtë. Po, e qartë, dhe gjithë kura pastaj është përmendur pak më herët nga doktori. Do të jetë në YouTube gjithë biseda për të gjithë shikuesit. Tjetër telefonata mirëpresim. E mirëpresim e lëm vendin telefonatave në këto minuta, nëse kemi ndonjë pyetje. Përshëndetje. Përshëndetje, po. Po ju dëgjojmë. Po dëgjoj doktori. Po. Kam këtë pyetje. Kam një mbesë 12 vjeç. Dhe ajo në mëngjeset të vinë dhe ditën i dhe nga pak stomaku. Ndërsa në dark fle qetësi gjithë natën. I kam bërë analiza, i kam marrë dhe i dace, kam vizituar dhe të mjekë në Elbasan. Mirë, po nuk ka qetësi. Si do të dhejtë. Pra dhimbjen e ka gjatë ditës. Në këto raste do ta shikojmë për shembull personin, a gërhet natën, a ka kruarje të hundëve, a ka kruarje të trupit dhe kryesisht edhe në anus, sepse mundet që të ketë parazit. Së dyti, bëjmë për shembull këtë ujin me mjalt në mëngjes, këtë çajin me mendër, ndoshta mund të fusim edhe pak lëvore të vidhit, sepse është si thua është rigjeneruese. Ndërsa po ka dhe erë të keqe të gojës, dhe sikur të mendoj me gjithse kjo është fëmijë, sikur të na i rri ai sfinkteri i ezofagut pak i hapur, atëherë gorrica 1 që ka tanine, që ka rrullse, gjethet e hurmës 2, po ndoshta edhe fruti i hurmës 3. Pra këto kanë tanine, po kanë edhe pektina, e mbyllin, ndihmojnë shumë mirë në mbylljen e asaj unazës aty dhe vajza do të jetë shumë e qetë. Qartë. E fundi telefonat, ndoshta? Po, edhe 1 minutë kohë. Kemi përshëndetje, shpejt edhe një tjetër telefonat, e mirëpresim? Po, faleminderit. Ju dëgjojmë, mirë se erdhët. Po, desha të komunikoja me doktorin. Po. Jemi drejt për së drejti, telefonata vjen direkt në studio, mund ta bëni pyetjen. Mirë dita. Doktor, kam pothuajse 1 vit që unë vuaj nga miku i zorve, edhe më bën të kuqe në trup, edhe ka marrë edhe vajnë e popolisit të juve, këtë dhe akoma prapu nuk kam shërim. Edhe në kokë. Po gjuha ju rries bardhur? Jo. Atëhere, myku në zor, sigurisht duke anashkaluar ndoshta edhe përdorimin e antibiotikëve për një kohë të gjatë, duhet ta kufizojmë në këtë mënyrë. Të përdorim çaj me rigon dhe me trumëz. Janë të mrekullueshme për të luftuar këtë mykun e bardhë ose Candida albicans. Mund të përdorim gjethen e ftojit ose dhe të mushmollës, po mjafton rigon dhe trumëz, duke filluar që në mëngjes një vezë ta ngjyej mirë në rigon, të përdorim çaj me rigon me trumëz gjatë ditës, dhe propolisin me rigon është mirë ta përdori 30-40 pika në ditë. Mykun e bardhë, po e lëm të pa trajtuar, a i ka këtë veçori, do më thënë, mbin, a i miceli, shumohet dhe kryon spore, fara, do më thënë që ato përhapen më shumë. Po të fillojmë neve ta luftojmë, por luftimi jo 1 javë dhe 2, po ndoshta 4-5 javë, atëherë suksesi do të jetë i pa diskutuar. Dhe kam dëgjuar që dhe ëmbëlsirat i do shumë, se duke qenë kërpudh, ajo shtohet. Jo, duhet i heqim edhe ëmbëlsirat pasi e ëmbla kthehet në një mjedis acid. Acidi e stimulon shumë mirë zhvillimin e kërpudhave. Faleminderit doktor, faleminderit për shpjegimin, faleminderit juve që na ndoqët. Biseda do të jetë edhe në kanalin tonë në YouTube, Reze Dielli, me doktorin do të shihemi të onën e ardhshme. Ju mirëpresim. Faleminderit. Ndërsa me Rezen tonë do të shihemi nesër. Mirupafshim.